Neve do të ndalemi tek Mateu, kapitulli 13 dhe vargjet 44 deri në 46. E ndërsa i lexojmë përsëri këto vargje, Jezusi këtu po trajton dy shëmbulltyra dhe i krahason ato me mbretërinë e qiejve. Dhe thot, mbretëria e qiejve është e ngjashme me një thesar që ishte fshehur në ar, të cilin kur e gjeti një njeri e fshehur dhe nga gëzimi i tij, ai shkon dhe shet të gjitha sa ka dhe e blen atë ar. Përsëri mbretëria e qiejve është e ngjashme me një tregtar që kërkon margaritar të bukur. Dhe kur ai gjeti një margaritar shumë të çmuar, shkoi dhe shiti të gjitha sa kishte dhe e bleu. Jezusi tregon këtë shëmbulltyr e krahason këtë mbretërinë e qiejve me këto dy histori të shkurtra, por që kanë goxha kuptim dhe janë shumë domethënëse. Sepse në botën tonë që jetojmë sot, jemi të rrethuar nga oferta që premtojnë të na japin lumturi, siguri dhe kuptim. Mediat sociale na thonë se vlera jonë e vërtet, njerëz të rëndësishëm janë bërë këta njerëzit që kanë sa më shumë ndjekës. Kush e ka numrin më të madh të ndjekësve në Instagram, në TikTok, në YouTube e kështu me radhë, kush janë rrjetet më të frekuentuara, pra më të populluara, ose më që i hapin më shpesh, janë pikërisht këto. Është shumë për të ardhur keq në fakt që vlerat e vërteta kanë rënë. Për shembull, ai që duhet të vlerësohej për një libër që ka shkruar, nuk vlerësohet më. Ai që këndonte bukur, mani mend ato koncertet dhe festivalet që bëheshin, ato kishin vlerë shumë të madhe. Se juve e mbani mend që zgjidhej kënga më e bukur, me tekstin më të bukur, me orkestrimin më të bukur, pra me muzikën më të bukur, që ja vlente të dëgjohej. Nuk ka më këto lloj vlerash. Sot bëhesh bëhesh vit vetëm duke bërë gjëra të mbrapsht. E kuptoni se sa njeriu ka rënë poshtë, dhe e kuptojmë gjithashtu faktin që djalli është ulur këmbë kryq në shtëpitë tona fatkeqësisht, në miqësitë tona me njerëzit tanë, në shoqëritë tona, në kafenet tona. Le të krahasoj bisedat që bëhen. Nuk e di, njerëzit që neve kur ulemi për që pim një kafe ose që shpenzojmë një kohë, i kemi me numër të pakët ata njerëz që çfarë? Që bisedojmë. Po ne e na është bërë si smundje që kapim dhe telefon, qofse për një kohë shumë të gjatë, nëse do të rrish, unë i kam shumë të pak ata njerëz që kur ulem në tavolinë bëjmë biseda. Ose biseda, le të themi, dhe sfiduese në kuptimin e mirë të fjalës për ndërtim. Pse po ndodh kjo? Po ndodh pikërisht sepse kultura moderne na mëson dhe shoqëria na thot që lumturia gjendet në pasuritë materiale. Kultura moderne gjithashtu na thot se realizimi personal është qëllimi më i lartë. Pra, mjafton që neve të jemi të kënaqur, mjafton që neve të jemi të plotësuar. Por vim këtu në Bibël, tek fjala e Perëndisë, dhe Jezusi na paraqet një të vërtet krejtësisht ndryshe. Asgjë thot nuk krahasohet me vlerën e mbretërisë së Perëndisë. Nëse do të shikoni me kujdes shëmbulltyrat, personazhet që Jezusi këtu përmend nuk ngurojnë asnjë çast. Njeriu që gjen thesarin nga gëzimi shkon e shet gjithçka. Tregtari i perlave shkon e shet gjithçka që ka, dhe nuk ka dushim, nuk ka vonesë, nuk ka rezervë. Do ta bëj këtë, po mos ta bëj. Ta shes, por ne duhet të kuptojmë vlerën e vërtet
të gjërave. Sepse vlera e vërtet është në rastin ton, si besimtar, është Perëndia. Dhe kjo ka vlerë shumë më të lartë se çdo gjë tjetër. Apostulli Paul e kuptoi këtë gjë në letrat e tij dhe shkroi: por ato gjëra, thot, që unë që më ishin fitim, i kam konsideruar si humbje. Disa përkthime thon plera, i konsideroj plera, të pavlefshme. Për shembull këtu sepse apostulli Paul ishte një nga ata njerëzit e edukuar, le të themi. Ishte goxha, si thua, shkallë lartë. Dhe por unë sa i konsideroj të gjitha këto si plera, për hir të Krishtit. Madje i konsideroj të gjitha si humbje për shkak të përsosmërisë së njohjes së Jezu Krishtit Zotit tim, për hir të cilit i kam humbur të gjitha dhe i konsideroj si ple që të fitoj Krishtin. Lexojmë tek Filipianët kapitulli 3 vargjet 7 dhe 8. Sot në 2026 ne jetojmë në epokën e zgjedhjeve të pafundme. Ky qëndrim duket i çuditshëm, pra, si i pandit. Ne jemi mësuar të mbajmë opsionet tona të hapura, që pra mos të hidhemi plotësisht, por të lënë diçka. Të mos investojmë shumë në asgjë, të kemi gjithmonë një plan B, por mbretëria e Perëndisë na mëson edhe na rreth dhe thot dhe kërkon gjithçka. Jo sepse Perëndia është një tirani, por sepse vetëm ai meriton gjithçka dhe vetëm ai mund na jap atë që na nevojitet, vërtet. Përkështu është dhe me mbretërinë e Perëndisë, për ata që nuk e kanë parë vlerën e Krishtit. Dorëzimi total në fakt duket marrëzi. Edhe po për ne që e kemi njohur Zotin, e dim se po bëjmë investimin e duhur ose investimin më të zgjuar, sepse po flasim për përjetësinë. Më keni dëgjuar që kam folur për paqen shpirtërore, për qetësinë shpirtërore. Edhe këto gjëra gjinden vetëm në prezencën e Zotit, në marrëdhënien me Perëndin. Një gjë ne që arrim ta kuptojmë shumë qartë edhe shumë pastër është fakti që ne këtu jemi të përkohshëm. Është fakti gjithashtu që sado që ne mund të bëjmë plane për të ardhmen tonë, ne përsëri varemi nga faktori kohë. Varemi gjithashtu dhe nga faktori shëndet. Sepse asnjëri prej nesh nuk e di si do të jetë, por thjesht beson dhe mendon dhe shpreson që do të jetë mirë. Tek historia jonë në Bibël, ne shikojmë që të dy këta njerëz, njëri ishte një njeri thjesht që ishte i punësuar që të punonte tokën dhe shkon dhe gjen diçka. Pra ai nuk e gjeti, nuk po e kërkonte me ngulm. Pra ishte diçka që ishte punësuar dhe po bënte punën e tij. Tregtari i dytë, nga emri ne kuptojmë që ishte profesioni i tij dhe ai po përpiqej gjithmonë të gjente gjërat me vlerë. Edhe një tregtar i tillë gjithmonë i gjuan këto. Dhe po kërkonte perla, por gjeti një që ishte çmuar sa kishte më shumë vlerë se sa të gjitha thesaret ose gjërat e çmuara që i kishte mbledhur deri më tani. Kjo na tregon se Perëndia punon në mënyra të ndryshme në jetën tonë. Disa prej nesh e gjejnë Krishtin në momente kur nuk pa e kërkon. Ka ndodhur që njerëz të ndryshëm kanë ardhur në kontakt me fjalën e Perëndisë, me Perëndin, pra në mënyra e themi neve thjesht rrethësore. Thjesht për shembull shumë të rinj që vinin në kishë në fillim ishin po vinin për respekt, sepse Altini me Bosianën janë sjellur mirë me ne, edhe hajt po i respektojmë, jo se na pëlqejnë kisha. Edhe pastaj kuptuan që kishte më shumë vlerë në marrëdhënie me Perëndin, kishte më shumë vlerë
fjala e Perëndis, kishte më shumë vlerë mbretëria e Perëndis, se sa sjellja, mirësia e dy persona në kërkim të Perëndis, në kërkim për të patur një marrëdhënie shpirtërore, hyjnore. Shumë njerëz kanë shkuar në besime të ndryshme, kanë lexuar shumë libra, edhe e kanë gjetur atë, le të themi, veten e tyre tek fjala e Perëndis. Kanë musliman që kanë hasur në internet, kanë parë njerëz që thonë që unë që i vogël jam rritur në një familje të tillë dhe kam lexuar, kam mësuar Kuranin, unë Kuranin e di përmend. Por mbasi lexova Biblën, erë të kuptoja kush ishte e vërtet. Sepse ka diçka të vërtet brenda kësaj gjëje, këtij mësimi që ne, kur Jezusi na thot, unë jam buka e jetës, ai që vjen tek unë nuk do të ketë kurrë më uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë kurrë më eti. Gjoni 6:35. Pse ndodh kjo? Sepse etja dhe uria shpirtërore është më e madhe, është diçka që ti nuk mund ta mbushësh me gjë fizike. Ti nuk mund të ngopësh shpirtin tënd me ushqimet më të shijshme të mundshme që ekzistojnë në rrezullin tonë sot. Mund të marrësh kuzhinirin më të mirë në botë, por përsëri ti do të kesh uri. Mund të pish ujin më të mirë, më të pastër, më me vlera, por përsëri do të kesh etje. Pse ndodh kjo? Sepse ana jonë shpirtërore, e nuk po themi që ne nëse do të dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe do të pranojmë Krishtin, nuk do të kemi më uri, ose nuk do të kemi më etje, por po flasim nga ana shpirtërore, ti do të jesh i ngopur, ti do të jesh i kënaqur. Edhe neve e dim shumë mirë se çfarë do të thotë të kesh qetësinë shpirtërore, do të thotë të kesh paqe. Edhe një nga sekretet që shumë studiues të ndryshëm, pavarësisht që mund ta hedhin poshtë dhe fjalën e Perëndisë, po ka edhe nga ata që besojnë dhe te fjala e Perëndisë, por në përgjithësi vinë me këto konkluzione. Çelësi është thotë për një jetë të lumtur është që ti të gëzosh, të kënaqesh me ato çfarë ti ke, edhe gjithashtu të jesh i lumtur. Çelësi gjithashtu është që të jesh i qetë mendërisht dhe shpirtërisht. Dhe pikërisht këtë na mëson Perëndia, që të jemi të qetë shpirtërisht dhe mendërisht, është pikërisht me këtë gjë. Pra, neve shikojmë që këta dy njerëz shitën gjithçka për të blerë pikërisht këto dy gjëra, pra. Njëri thesari dhe njëri bleu atë perlë. Shitën gjithçka. Dhe pyetja për neve është e thjeshtë, drejt për drejt. A jemi ne të gatshëm të lëmë gjithçka për Perëndin? Historia e Abrahamit është shumë interesante, nëse mbani mend edhe herën e kaluar. Perëndia e thërriti dhe i tha çol dhe ik, edhe shko. Gjithashtu më vonë Abrahami ishte afër 100 vjeç dhe i dha një fëmijë, një djalë. Dhe Perëndia e tha, tani tha që e pe djalin, të më afrosh mua si sakrificë. Dhe Abrahami shkoi dhe e bëri. Krahasimi gjithmonë në biblikisht është ky që Perëndia sigurisht që siguroi një sakrificë për atë moment dhe i tha Abrahamit mos e ngri dorën kundër djalit tënd. Pra krahasimi është që gjithmonë ne duhet sakrifica, vlera ose neve nuk do të venim askënd në peshore me Perëndin, se Perëndia nuk ka peshore. Dhe ky është i gjithë sekreti. Por ne jemi aq shumë të rrahur me problemet e jetës, me shqetësimet e jetës, sa jemi të fokusuar në atë dritën tonë, në atë kutinë tonë, me aq dritë sa shikojmë që kaq duam. Por
Perëndia na premton gjëra që janë të vërteta, gjëra që janë të mira, gjëra që janë të bekuara. Dhe neve e dim dhe kemi zbuluar në jetën tonë të gjithë secili që Perëndia na ka bekuar dhe na ka dhënë mundësinë që të jemi ndryshe, me kuptimin e mirë të fjalës që Perëndia bën mrekullira përtej imagjinatës tonë. Aty ku neve themi nuk mundet më, aty ndryshon Perëndi. Aty ku neve themi që kjo gjë nuk bëhet, atëherë është koha për Perëndi. Sepse në momentin që neve dorëzohemi, Perëndia mund të veprojë. Kur ne nuk dorëzohemi, nuk mund të veprojë. Është një lloj sikur të ngasësh makinën, ta ngasin, të marrin timonin e makinës, ta marrin dy vetë, ose të marrin pedalet e frenave dhe gazit. Do të jetë një katastrofë për të. Pra Jezusi nuk na flet për një marrëveshje të mirë apo një rregullim të rehatshëm. Na flet për një këmbim total dhe këtu është rregull. Pra, nuk është flijim, është një investim i mençur. Sepse ka të bëjë me përjetësi. Në botën tonë moderne, ku njerëzit flasin për balans, ky mesazh duket ekstrem. Por Jezusi nuk na thret të balancojmë mbretërinë e Perëndisë, pra të vendosim në një peshore, me gjëra të tjera. Na thret të vendosim atë në qendër absolute të gjithçka. Çfarë do të thotë kjo praktikisht në 2026? Mund të thotë të vendosim paratë tona në autoritetin e Perëndisë, duke dhënë me gëzim në vend që të grumullojmë me frikë. Mund të thotë të vendosim kohën tonë në shërbim të mbretërisë, jo vetëm në momentet që na kanë mbetur pas punës, argëtimit dhe hobbyve dhe pasioneve tona. Mund të thotë që të vendosim ambicjet tona në këmbët e Krishtit, duke pyetur çfarë do ti, në vend të që bëjmë neve pyetjen çfarë dua unë, çfarë do marr unë. Mund të thotë gjithashtu që të largohemi nga mëkatet që na robërojnë. Madje kur kultura na thotë janë të pranueshëm. Ama se nuk është një gjë e madhe, kush e di çfarë bëhet. Por Perëndia na thret pikërisht për këtë gjë, pra duke kërkuar që neve të ndryshojmë. Po të vëmë re fjalët kryesore tek vargu 44 na thotë nga gëzimi, ky njeri nuk shiti gjithçka me dhimbje. O bobo, çfarë bëra unë? Por i dha me kënaqësi, me gëzim, edhe duke ditur që vlera që ajo çfarë do blente do të ishte shumë e madhe. Keni dëgjuar histori, por besoj që mund keni qenë dhe vetë personazhe, kur dalim këtej nga gabi, neve gjejmë gjëra të mira origjinal, që kanë vlerë shumë të madhe, pra nëse do të shkoje t'i blije në dyqan, do të ishin akoma më shtre. Shumë shok më kanë treguar që kanë gjetur degla shumë të mira për pak lekë. Po flasim për 5.000 lekë ose 10.000 lekë. Mund të keni qenë dhe ju që mund të keni gjetur ndonjë bluzë që në dyqan bën 100.000 lekë ose një xhuk, edhe mund ta blesh aty për pak lekë, që është në kushte shumë të mira. Kur njohim Krishtin për atë që është me të vërtetë, dorëzimi bëhet gëzim. Të lësh me një anë gjërat që dikur mendoje se ishin të rëndësishme, nuk është më flijim, është çlirim. Të japësh gjithçka për Krishtin nuk është humbje, është fitim i madh. Po cilësi gjithmonë është që a e kuptojmë neve dot këtë gjë apo jo, apo a e kemi kuptuar. Në një botë plot me anks, depresion, krizë e të kuptuarit, probleme që po shtohen çdo vit, mbretëria e Perëndisë ofron atë që asgjë tjetër nuk mund ta japë. Gëzim të vërtetë, qëllim të vërtetë, jetë të vërtetë. Dhe gjithmonë çelësi është pikërisht a e kuptojmë. Të dy njerëzit këtu në histori vepruan me njëherë. Nuk thonë do ta mendoj, do të pres kohën e dur, prit sa të rritet çik çmimi i këtyre gjërave që kam që t'i shes, edhe pastaj të mund të ashtu. Por thot gjithçka. Tani. Hebrejnë kapitulli 3 vargjet 7 dhe 8 thot këtë, duke
kufizuar. Sot, nëse dëgjoni zërin e tij, mos e forconi zemrën tuaj. 2 Korintasve 6:2 thot, ja tani është koha e përshtatshme, ja tani është dita e shpëtimit. Nuk duhet lënë për një moment tjetër. Kjo është një thirrje për kohën tonë. Sa shumë nga ne jemi duke shtyrë dorëzimin e plot përpara tek Perëndia. Sa prej nesh themi po, do t'i përkushtojmë seriozisht Krishtit, por ja tani. Për shembull, ndoshta po thua kur të mbaroj shkollën, kur të kem siguri të mirë financiare. Ja sa të më rriten pak fëmijët, ja sa ta kaloj këtë fazë të vështirë të jetës ku ndodhem, sepse mund të ketë dhe gjëra që nuk ndihesh rahat të ndash me të tjerët, por personalisht me Zotin, Zoti i di. Por Jezusi na tregon se thesari kërkon përgjigje tani. Mbretëria e Perëndisë nuk pret rehatin ton, na thërret këtu dhe tani. Ne mund të jemi shumë të zgjuar, nuk e di për mirë apo për keq, por ose jemi shumë detajist që listojmë të gjitha anët negative që nëse unë bëj këtë hap do të ndodhin këto gjëra, edhe listën e gjërave pozitive. Është një thënie që unë e përmenda, nuk e di, edhe herën e kaluar, 2 radhët e fundit, që sa të bëjmë neve llogarit, i budallai i bëri, u hodh. Kështu që sa të bëjmë neve llogarit, mbretëria kaloi, koha kaloi, mundësia jote kaloi. Çfarë po mbajmë në duar që na pengon ne të kuptojmë Krishtin si thesari ynë absolut. Mos është reputacioni ynë, siguria financiare, shpesh neve me reputacionet na vjen zor që themi jemi të krishterë. Siguria financiare, marrëdhëniet që na mbajnë larg tij, që janë jo biblike, mëkatet që nuk duam t'i lëmë, kontrolli mbi jetën tonë, për shembull tek mëkatet që nuk duam t'i lëmë mund të jenë edhe varësi dhe ndonjëherë aq shumë të varur sa nuk heq dot dorë kollaj. Jezusi nuk na thërret të heqim dorë nga gjithçka për t'u skllavëruar akoma më keq. Na thërret të shkëmbejmë bronzin ose hekurin për ar, për kocsinë, për përjetësinë, hijen për realitetin. Jezusi tek Mateu 16:26 thot, sepse cilësi vlen njeriu të fitojë gjithë botën e të humbë shpirtin e vet, ose çdo të jap njeriu në këmbim të shpirtit të vet. Pra do të ketë, siç themi neve ato shprehjen që kur jemi të rinj të fortë, neve konsumojmë, japim, dëmtojmë shëndetin ton për të fituar para. Pastaj shpenzojmë gjithë barat tona për shëndetin ton. Desha t'ju ftoj që në heshtje para Perëndisë ta mendoni dhe të ikni me këtë një pyetje të thjeshtë që duhet t'ja bëjmë vetes tonë dhe Perëndisë. Zot, çfarë po mbaj në duar, ose çfarë jam unë duke kapur kaq fort, që më pengon ta zotërosh ti plotësisht shpirtin tim, jetën time, familjen time. Dhe pastaj nga gëzimi i njohjes së atij që është thesari më i madh, të lëm të gjitha ato në këmbët e kryqit. Çfarë na mban ne larg Perëndisë? Edhe çfarë janë këto gjëra, varësia, ku ta di unë, kënaqësi që na detyrojnë neve, që neve i konsiderojmë që paskan më shumë vlerë se sa mbretëria e Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi të gjithë secilin prej nesh. Zoti na bekoft dhe Zoti na dhënë paqe, por gjithashtu na dhënë dhe zyerësi e mençuri që të veprojmë me maturi për lavdinë e tij.